Dashi, sot do të ndjeni një energji të veçantë që do t'ju nxjisë të bëni ndryshime. Në aspektin e dashurisë, hapni zemrën tuaj. Një bisedë e sinqertë do të forcojë marrëdhënien tuaj. Në punë, mos hezitoni të tregoni idetë tuaja kreative, sepse ato mund të sjellin përfitime të papritura. Financat do të jenë të qëndrueshme, por tregoni kujdes në shpenzimet e vogla, pasi ato mund të grumbullohen shpejt. Mbani mend të balanconi kohën mes përgjegjësive dhe vetë kujdesit. Një moment i qetë me një libër të mirë mund të jetë rigjenerues. Sot është dita për të ndjekur pasionet tuaja dhe për të ndërtuar ura të reja, duke e zhytur veten në përvoja të cilat do të ushqejnë shpirtin tuaj. Demi, sot do të ndjesh një energji të veçantë që të shtyn drejt të vepruarit në mënyrë krijuese. Në dashuri, është momenti i duhur për një bisedë të hapur me partnerin, duke sjellë më shumë harmonizim mes jush. Kur bëhet fjalë për karrierën, një projekt i ri mund të ofrojë mundësi të reja, ndaj mos hezito t'i japësh prioritet ideve të tua. Financat janë në një fazë stabiliteti, por është e rëndësishme të bësh plane afatgjata për të garantuar sigurinë e të ardhurave. Sot merr kohë për të relaksuar dhe për të medituar mbi atë që është vërtet e rëndësishme për ty. Ndjesitë e brendshme janë të fuqishme, duke të ndihmuar të kuptosh mirë se ku qëndron thelbi i lumturisë suaj. Binjakët, dielli ndriçon energjinë krijuese dhe mund të ndihesh i frymëzuar për të nisur projekte të reja. Nëse ndjen një shtysë të brendshme, mos nguro të ndjekësh instinktet. Një bisedë me partnerin mund të zbulojë ndjenja të pathëna, ndaj dëgjo me vëmendje. Në punë, qetësia është aleati yt më i mirë, përpiqu të mos përfshihesh në debate të kodh. Financat po kërkojnë pak në shumë vëmendje, ndaj bëj një plan të mirëfillt për të shmangur shpenzimet e panevojshme. Kushto kohë për të relaksuar mendjen, një shëtitje në natyrë mund të jetë çlirimi që kërkon. Sot është dita për të ndarë dashurinë dhe për të vlerësuar të gjitha gjërat e vogla që e ndriçojnë jetën. Beso në magjinë e momenteve të vogla. Daforia. Në këtë ditë të dhjetorit, universi të fton të ndalesh dhe të dëgjosh zërin e brendshëm. Në punë është koha për të treguar durinë dhe për të mos nxituar në vendime të rëndësishme, sepse qetësia është çelësi i suksesit. Në çështje të zemrës, një bisedë e sinqertë me partnerin mund të sjellë një thellësi të re në marrëdhëniet tuaja. Financat kërkojnë vëmendje dhe kujdes, por mos u shqetëso, sepse aftësia jote për të mbajtur ekuilibrin do të të ndihmojë të përballosh çdo sfidë. Ndiq intuitën tënde dhe lejoje ndjenjen e empatisë të drejtojë veprimet e tua. Kujdesu për veten, duke e mbushur ditën me momente të qeta e të këndshme. Vendose zemrën dhe mendjen në harmoni dhe dita do të ndriçohet me bukurinë e saj të veçantë. Luani. Sot është dita për të dëgjuar zemrën dhe për të ndjekur instinktet. Një takim i papritur mund të ndezë emocione të reja dhe të sjellë një ndjenjë freskie në gjendjen shpirtërore. Në punë, mos u trem nga sfidat. Energjia e brendshme do të ndihmojë për të fituar çdo betejë. Kushtoj vëmendje detajeve të vogla, pasi ato mund të bëjnë diferencën. Financat kërkojnë kujdes, është koha për të bërë një plan dhe për të qëndruar me këmbë në tokë. Ruani një ekuilibër mes dëshirave dhe mundësive. Lëreni kreativitetin të fluturojë, do të gjeni zgjidhje të zgjuara për çështjet që ju shqetësojnë. Merrni kohë për të çlodhur dhe për të reflektuar mbi gjërat që kanë vërtet rëndësi. Një buzëqeshje do t'ju hap shumë dyer. Virgjëresha. Sot është një ditë e mirë për reflektim dhe planifikim. Duke u marrë me detajet e vogla, do të shikoni se si hapen dyert për mundësi të reja. Në aspektin profesional, përpiquni të mos stresoheni nga detyrat që duken të pafund. Bëni një listë prioritare dhe merruni me një projekt në të njëjtën kohë. Në dashuri, komunikimi i hapur do të sjellë harmoni me partnerin. Mos hezitoni të tregoni ndjenjat tuaja, pasi kjo do të forcojë lidhjen. Financat kërkojnë pak kujdes, por një qasje e kujdesshme dhe e planifikuar do ju ndihmojë të shmangni shpenzimet e panevojshme. Ndërkohë, mos harroni të kujdeseni për veten. Një shëtitje në natyrë ose meditimi do të përmirësojë gjendjen tuaj shpirtërore. Gjeni qetësinë brenda vetes dhe shijoni momentin. Peshorja. Sot do të ndihesh i mbushur me energji pozitive, duke tërhequr njerëzit pranë teje me lehtësi. Në dashuri, një moment i papritur mund të sjellë një kthes emocionuese, ndaj je i hapur ndaj mundësive të reja. Në punë, fokusimi në detaje do të jetë çelësi për suksese, prandaj mos anashkalo asnjë aspekt të vogël. Financat janë në rritje të ngadalë, por sigurt duke të dhënë mundësinë të planifikosh investime të vogla. Merr kohë për të reflektuar mbi arritjet e tua dhe për të vizualizuar synimet e ardhshme. Ndërsa dita përparon, përpiqu të gjesh çaste qetësie, ndoshta në natyrë, për të balancuar mendjen dhe shpirtin. Kujto se harmonia është thesari yt më i çmuar. Akrepi.
Më 9 dhjetor do të ndjeni sikur universi ju ofron një përqafim të ngrohtë. Në zemër mund të ndjeni një dëshirë për të thelluar lidhjet emocionale. Përdorni këtë energji për të zhvilluar biseda të sinqerta me partnerin ose për të krijuar ura të reja me dikë që ju intereson. Në punë, kreativiteti juaj do të shkëlqejë. Mos keni frikë të propozoni ide të reja, pasi të tjerët do të jenë të impresionuar nga vizioni juaj. Për sa i përket financave, qëndroni vigjilent ndaj shpenzimeve impulsive. Kujdes me detajet, një planifikim i mirë do t'ju shpërblejë në të ardhmen. Reflektoni mbi ndjenjat tuaja dhe merrni kohë për të medituar apo shkruar. Ndiqni intuitën tuaj, ajo do t'ju drejtojë drejt qetësisë dhe harmonisë. Shigjetari. Dita e sotme sjell me vete mundësi të reja dhe emocionuese. Në punë, ndoshta do të përballesh me sfida, por intuita jote e mprejtë do të udhëheqë drejt zgjidhjeve të frytshme. Në aspektin financiar, mund të mbështetesh në një surprizë të vogël që do të ndihmojë buxhetin tënd. Kur vjen puna te dashuria, hap zemrën dhe tregohu i hapur ndaj ndjesive të reja. Diçka e veçantë mund të linë nga një takim i rastësishëm. Nëse ndihesh i paqartë, kalimi i kohës në natyrë do të sjellë qetësi dhe frymëzim. Po ashtu, bashkëpunimi me të tjerët sot mund të sjellë fryte të papritura. Kujdesu për veten dhe mos harro se çdo ditë është një mundësi e re për të ndriçuar botën tënde. Britsjapi. Sot, zemra do të ndriçojë si një fener në natën e qetë. Do të ndihesh i mbushur me energji inspiruese që të shtyn drejt qëllimeve të reja. Një moment i veçantë në dashuri mund të japë një ndjesi të thellë lidhjeje me partnerin. Nëse je në kërkim të një pune, mos hezito të zgjerosh horizontet dhe të përfitosh nga kontaktet e reja. Financat mund të kërkojnë më shumë vëmendje, mos e harro buxhetin. Një vendim ekonomik i menduar mirë sot do të shpërblejë në të ardhmen. Mos harro, çdo hap që hedh sot është një hap drejt një të nesërme më të ndritur. Kujdesu për veten dhe lejo që buzëqeshja të jetë shoqëruesja jote më e mirë. Frymo thellë dhe ndjeje gëzimin e këtyre momenteve. Ujori. Sot një erë e freskët e energjisë do të fryjë në jetën tuaj, duke ju dhënë ndjesinë e një fillimi të ri. Në dashuri, dialogu i hapur do të ndriçojë rrugën tuaj, ndaj mos nguroni të ndani ndjenjat tuaja me partnerin. Në punë, kurreshtja juaj natyrale mund t'ju drejtojë drejt një projekti të ri emocionues. Mbani mend të qëndroni të përqendruar dhe të mos shpërqendroheni nga detajet anësore. Financat është një fushë ku duhet të tregoni kujdes. Mbani një ekuilibër midis dëshirave dhe nevojave. Sot ndjeni kënaqësi në gjërat e thjeshta që jeta ofron dhe lejoni vetes të relaksoheni duke ndjekur pasionet tuaja. Lëreni intuitën t'ju udhëheqë dhe do të zbuloni surpriza të këndshme. Peshqit. Sot është një ditë për reflektim të thellë dhe qartësim mendimesh. Në fushën e dashurisë, përpiqu të jesh më i hapur me ndjenjat e tua, duke i lënë emocioneve të udhëheqin rrugën drejt harmonisë. Në punë, mund të përballesh me sfida që kërkojnë kreativitet dhe fleksibilitet. Mos ki frikë të kërkosh ndihmën e kolegëve, sepse bashkëpunimi do të sjellë rezultate pozitive. Financiarisht është e rëndësishme të kesh kujdes me shpenzimet impulsive dhe të ruash një bilanc të qëndrueshëm. Kujdesi për veten është thelbësor, gjej momente për të çlodhur dhe për të lidhur me natyrën. Ndjeshmëria e thellë që ndjen sot mund të udhëheqë drejt introspeksionit, duke sjellë paqe dhe mirëkuptim të ri. Përqafo energjitë pozitive që të rrethojnë.